Dhe zonave bregdetare, jo vetëm le themi edhe për problematika, por edhe për të kuptuar më së miri disa risi, apo çfarë kanë bërë njësitë pushtetit vendore, jo vetëm edhe ato të shëndetësisë, por të ardhur në ndihmë sa më mirë dhe pushuesve. Kështu që do të kemi si që vendosemi në zonën e Shëngjinit, komunikim të drejtë për drejtë me kolegun Elvis Hila, sepse është vendosur në zonën e Shëngjinit një motoambulancë 24 orë. E gjitha kjo funksionon edhe përveç autoambulancës, por një farë mënyrë për t'i devijuar edhe trafikut me motoambulancë. Elvis, mirë dita të përshëndes. Çfarë mund të na përcjellësh konkretisht? Nuk di është vetëm një motoambulancë, si funksionon, për cilat raste përdoret. Deri më tani nuk di është dashur në një ndërhyrje apo është vënë në funksion dhe çfarë të mirë sjell. Ju përshëndes, Andi, në fakt tashmë vëmendja është e përqendruar tek sezoni turistik në Lezhë, duke qenë se ka një vijë bregdetare të konsiderueshme dhe kemi një rritje të numrit të pushuesve, i cili është gjithnjë në rritje, ku pritet që të arrijë kulmin gjatë muajve korrik dhe gusht. Për t'ju përgjigjur pra këtij fluksi, autoritetet shëndetësore kanë marrë një sër masash duke ngritur 2 qendra shëndetësore verore, konkretisht në Shëngjin edhe Tale, të cilat funksionojnë përgjatë 24 orëve, pra funksionimi i tyre ka nisur prej 1 qershorit dhe do të vijojë deri në fund të sezonit turistik, por nga ana tjetër këtë vit kemi edhe një risi, pasi një motoambulancë është vënë në funksion të zonës turistike të Shëngjinit, e cila pra do të funksionojë përgjatë 24 orëve. Kjo risi vjen si një zgjidhje praktike për të kapërcyer trafikun, i cili është mjaft i rënduar gjatë muajve të verës në rrugët që përshkojnë qarkun e Lezhës, dhe për t'ju ardhur në ndihmë rasteve emergjente, pra autoritetet shëndetësore kanë vendosur që të vënë në dispozicion këtë mjet, pra për të kapërcyer dhe për të bërë ballë këtij trafiku. Koordinatori i urgjencës në Spitalin Rajonal të Lezhës, Ledion Prendi, bën të ditur se kjo motoambulancë është pajisur me të gjitha mjetet të nevojshme shëndetësore, duke përmirësuar ndjeshëm pra edhe kohën e reagimit të bluzave të bardha, pasi nëse do të kemi raste pra të urgjencave dhe kemi trafik të rënduar, lëvizja me këtë motoambulancë. Mirë, mbetemi në komunikim me kolegun Elvis Hila, patim shumë të vogël dhe ajo në fakt që mund të vëmë re, të pyesja edhe kolegun Elvis Hila, më së shumti le të themi edhe për ta konfirmuar, por motoambulancë është një motor, që ka edhe pak logot. Elvis, e patëm shkutje shumë të vogël edhe pa vjuar të ndërpres mendimi, por e gjitha kjo shërben që nëse ka një rast urgjent në një zonë diku për shembull në breg të detit, anës plazhit apo edhe diku tjetër, le të themi mjeku infermieri ose personeli shëndetësor nga qendra shëndetësore i hipin motorit e thënë me fjalë thjeshta që është kjo motoambulancë, kanë pajisjet aty edhe çajnë trafikun më kollaj. Por është vetëm për shërbimin që t'jepet atje në vend. Më pas, nëse personi besoj ka nevojë për mjekim më të specializuar, qendër shëndetësore apo spital, duhet shkojë autoambulancë. Po, me këtë motoambulancë veprohet në këtë mënyrë, siç e thatë edhe ju, duke bërë të mundur pra që të deportohet kudo, pasi është më lehtë se me mjetin ambulancë, ndërkohë që duhet të thënë se në funksion janë edhe bluzat e bardha infermier, por edhe mjek të cilët janë vendosur në qendrën verore të Shëngjinit. Fillimisht me këtë mjet është menduar që të jepet ndihma parë derisa të bërri pra ambulanca, dhe në këtë mënyrë ka më shumë akses për qytetarët për të marrë shërbimin shëndetësor, dhe duhet thënë se gjatë sezonit të kaluar numri thirrjeve në urgjencën e Lezhës kaloi mbi 1000, që kanë nxitur nevojën për rritjen e kapaciteteve për të patur një reagim më të shpejtë përgjatë vijës bregdetare të Shëngjinit, pasi kemi një zgjerim nga zona Ranës së Hedhur deri në Kune, dënësia e ndërtimeve ka rritur edhe numrin e pushuesve, por ka krijuar edhe një trafik të
të rënduar, shpeshherë të jashtëzakonshëm, çka është mjaft e vështirë për të lëvizur, dhe me këtë mjet pra autoritetet shëndetësore synojnë që t'i japin zgjidhje problematikave, pra dhe për të dhënë shërbimin shëndetësor në një kohë më të shpejtë. E qartë mirë, Elvis, ne jemi së bashku atë se çfarë thot dhe si shpjegon eksaktësisht funksionimin koordinatori urgjencës në Spitalin Rajonal të Lezhës, zoti Ledion Prendi, rikthehemi sërish bashkë për diçka të shkurtër së fundmi. Spitali Rajonal i Lezhës dhe qendra kombëtare e urgjencës mjekësore kanë shtuar burimet njerëzore në shërbim 24 7 ditë javës për gjithë qytetarët, gjithë turistët që kanë nevojë për ndihmë dhe trajtim mjekësor. Numri 127 është i hapur 24/7. Në qendrën shëndetësore të Verore të Shëngjinit të vit kemi risi dhe motoambulancën që na ndihmon në lehtësimin e rasteve, sidomos në rrugën e Ranës Hedhur, ku shpesh herë autoambulanca është bërë pengesë nga trafiku i rënduar, duke u vënuar në për misionet që ne kryejmë, dhe ekipi i parë që është saktuar me motoambulancën na jep shpejtësinë e duhur për t'i dhënë ndihmën e parë, për t'i shpëtuar jetën kujdo që ka nevojë për ndihmën tonë që na thret për ndihmë mjekësore kundrejt numrit 127. Motoambulanca ka ekipin e trajnuar që do e përdorin mjek dhe infermier. Motoambulanca ka gjitha mjetet e nevojshme që kryen për ndihmë mjekësore, duke filluar që nga defibrilatori, çanta e emergjencës, bombla oksigjenit, pra deri në mbërritjen e ekipit dytë që është autoambulanca, që është pas motorit, ne i kemi shpëtuar